këtë forcë sa i përket akademisë dhe trajnimeve praktike. Bë javë që nuk e realizojmë sa herë duam në fakt trajnimin. Këtë premte kemi një modul praktik të cilin kam kohë që e përpunoj në mendje se si duhet jetë. Dhe kuptoj tashmë që do të kemi një raport tjetër midis asaj që unë do të dëgjoj dhe asaj që do praktikoj. Deri tani kemi bërë module motivimi, të cilat janë 3 orë ku është realizuar në mënyrë ekselente konfidenca, fakti që ata që vinë aty i thonë problemet e veta. Dhe kur them problemet e veta nuk kuptoj pikat e dobta. Madje shkohet deri aty sa që theksohen pikat e dobta me një vetëdijsi të madhe ndaj vetes. Ndërkohë që po trajtohem në një organizim përsëri profesional, por që dikush celebron arritjen e vet të suksesit, mendoj që suksesi më i bukur i G Academy është që në mënyrë të përhershme ka kërkesë ku ne nuk e shpalosim se çfarë do bëjmë dhe nuk e themi se si do të jetë, dhe përsëri ka kërkesë dhe me këtë enigmë dhe me këtë mistik dhe me këtë, le të themi, periodik jo shumë të rregullt të trajnimeve. Ndërkohë që unë vetë mësoj nga eksperienca edhe me trajnimet që po tentojmë të janë krejtësisht origjinale dhe alla shqiptare. Kam një gjë që e them shpesh në trajnime. Ka motivues të jashtëzakonshëm botë, ka libra motivimi të jashtëzakonshëm. Mund të lexosh tituj, mund të lexosh klishe, mund të lexosh citime, mund të lexosh referime të jashtëzakonshme sa i përket të gjitha metodave të motivimit. Por absolutisht duhen ata që din ta thonë në kontekst shqiptar dhe në situatë shqiptare të gjithë përvojën e tyre të motivimit dhe të asaj që quhet boost të vetëndjerjes mirë. Nuk është një gjë e cila ndodh një herë, e merr si vaksinë dhe je i mbrojtur nga komplekset e fajit, nga goditjet që të ndodhin gjatë ditës. Nuk është një gjë e cila është një herë, 2 herë apo 3 herë dhe u bëre me muskujt e mendjes ta tillë që nuk të prek asgjë. Është një gjë që kërkon ushqim përhershëm gjithmonë dhe unë kam ditur gjithmonë që G Academy do të kishte pasur gjithmonë këtë lloj stagnacioni në rritje, sepse sapo e kupton se çfarë merr aty, pastaj kupton që nuk mund ta lësh më këtë nevojën për ushqim të her pas hershëm, për bisedë të vërtet të hapur dhe për një njeri apo një tjetër, ku jam unë dhe ca të tjerë, që t'i thonë gjërat ashtu siç i kanë nga përvoja vet personale. Aty ndodh që unë them gjëra që sigurisht në publik nuk do t'i kisha thënë, sepse ja dedikoj këtyre trajnimeve këtë pjesë konfidenciale të përvojës time, duke u nisur nga vetja. Dhe këtë herë mendoj që për të gjithë ata që vinë me pushime në Shqipëri dhe që na kanë shkruar, për sa i përket çfarë do të bëj aty dhe më kanë shkruar shumë, dua të bëj vetëm gjëra praktike dhe e di që do të jetë mirë ky lloj modeli këtë herë, me një celebrim edhe në tonin që kemi 3 vite në G Academy, që po bëjmë eksaktësisht atë gjë që menduam që në kryet herës që ishte me vlerë. Dhe është me vlerë, ndoshta një nga gjërat më me vlerë që kam bërë, ndërkohë që kemi një projekt tjetër, kthim tjetër, por që do të vi koha për pak javë të themi dhe atë që do jetë një gjë me në vërtet e bukur dhe ajo, e ndryshme. Mirë, të premten tani jemi në orën 16:30, duke respektuar mos respektin për kohën që kanë, ose për orarin dhe për rëndësinë që kemi, dhe kanë, sa e kanë dhe vetë, që kemi që gjithë në atë çështjen e orarit që kemi pak më vonë, her pas herë shumë më vonë. Edhe kjo më shijon. Okej, kaq kisha, sepse 3 vite në G Academy